Kam qenë mërgjimtar, tash që 2 vjetë kam lëshu se kam dalë në pension. 34 vite kam qenë, pej tata nanës, 8 vite se kam shkel Kosovën. Sen ma vështirë s'ka, se më smi pa rrethin, familjen, tash në atë kohë konë gjithë shka familja, tash pisho që është vetëmija ma shumë. Shdo njeri punon vesh për vete, ndërsa ne kemi punu për këtë familjen. Sikur ne mës të kishmi qenë atje, as vllazni, as kush s'kishin mujt, as mu shkollu, as nuk kishin mujt, s'kishin pas as buk me ngronë. Si po kalon? Bukur po kalon. Me disponim? Mirë shumë. Po, shumë bukur. Prej ka jetë përna jenë? Unë vi prej komunës së Arekës, fshati Budakov, për ndryshe kam qenë mërgjimtar, tash që 2 vjetë kam lëshu se kam dalë në pension, më thonë edhe tash jam të jetu këtu. Tash përshiroj ke pensioni. Tash përshiroj ato, mi ndihmu Kosovës, bili sa do ku do me pension, që asa do pak, po ato të holla mu këtu me shku në Kosovë për të mirën në Kosovës, e jo në përëndim. Sa vite që ndrove? 34 vite kam qenë. 34 vite kam qenë, pej tata nanës, do më thonë prej aty në demonstratat maja, jam konë punëtor i Ballkanit së Arekës, më kanë largu me rastin e demonstratës më të madhe në Prishtinë, fati më ka qitë që t'jam edhe udhëhesë i asaj demonstrate, kështu që na kanë pas largu 4 shokëve, dhe më thonë, të 4 ta jemi largu vetëm për shkak demonstratave, jemi riziku për i shkivin atë kohë që edhe me likvidime këtë dhe jonë, jemi dytëru me marrë margimin, kështu që prej vitit 1919 janar, në 8-3, deri u kry lufta, unë s'kam pas mundësia s'marrë në Kosovë. Sa vite? Do më thonë 8 vite se kam shkel Kosovën. 8 vite. Kanë qenë vështira 8 vite me se pa familjen tonë. Po, sen ma vështirë s'ka, se më smi pa rrethin, familjen, na kemi jetu, tash në atë kohë konë gjithë shka familja, tash pisho që është vetëmija ma shumë, tash situata ka prunë, çdo njeri, po na kemi punu në përëndim për krejt familjen, nuk kemi punu personal. Tash çdo njeri punon vesh për vete, ndërsa ne kemi punu për krejt familjen, sikur ne mës të kishmi qenë atje, as vllazni, as kush s'kishin mujt, as mu shkollu, as nuk kishin mujt, s'kishin pas as buk me ngronë. Po, fati, rruga Gërbetit, Gërbetçarti, falenderoj gjithë kushdo që janë që kanë kontribu, edhe sot i gëzojmë këto të mira në liri në Kosovës. E thonë që na kemë punu për krejt. Pse tash ndryshe është, tash punon secili për veti. E ju do më thonë një vëlla e ka mbajt një familje, do më thonë. Ka qenë një ndryshim i madh. Kjo është ndryshimi ekonomik. Ekonomia u zhvillu, çdo njeri tash e ka rrogën e vet, nuk është i varur jeton nga vllavi, nga ai. Mos ta marrni si diçka absurde. Atëherë nuk kanë pas mundësi mu punësu kërkon. Edhe patjetër jemi detyruar një më kon dikush viktime familjes. Dhe kështu na jemi të kënaqur, unë jam i kënaqur që kam qenë viktima familjes, që e kom bërë kontribut me mundësitë që i kom pas, se kom lanë anësh as kontributov, se kam qenë edhe antar atje i LDK-s, edhe kështu që kam kontribu me një shumë marramenzëve të shokëve, edhe për lufta, për gjithë shka. E falenderoj Zotin që e kom pas atë fat, sukur të më kthehet prap kisha me vepru të njëjtën gjë. Njëjtën send kisha me vepru. A mendon se sot që lidhet parafiznore, ty njës për vëllezërve, drejt e krejt familjes, janë shkëput? Pak ma ndryshe. Jo, nuk është shkëputje kjo, po është pavarësi. Se pavarësi? Se pavarësi, se ai po punon dhe jeton vetë. Në kona tona, ai dashti nuk ka pas ku të shkollë, nuk ka pas banes, nuk ka pas kushte me shku në shkollë ose diçka. Sot mund vetën me financu. Janë burset, mund gjysën me shku në punë praktike, mund edhe me mësu. Do me thonë që tash koha e ardhshme se i kam pa unë edhe në përëndim, kërkush nuk i kërfalet kërkujt prej moshës 18 vjetë. Duhet me kuptu shqiptarët, se në moshën 18 vjeçare çdo njeri është në vete familje. Ma nuk i drejti me thonë një ban ma qëton se shko qëtu ose do të që kjo ose të shkoj unë të nxerri një dokument para atë njeri, është ndalume. A do të ndiku prej fëmijëve me prit një prind? Absolut jo. Çdo herë do të me ditë deri sa ti jesh gjallë do të punosh. Nuk do të thosh që ti do të jesh në pension apo ato edhe të priti unë nga një fëmijë. Të vjetrit kanë prit gjithmonë që fëmia të rritet, kanë thonë të hinë nërsi e të la edhe të qanë për pjetë. Po sot
Vetëm vetja të ngrit dhe vetja të zbrit. A kanë pas interes fëmijën, nëse ka një fëmijë duhet që më na punu, më na mbajt ose më kujdes. Si interes. E një sistemin zvisran atje ka mundësi bashkëpunimi ekziston. Si ti ban 18 vjet, ja qëtë një tortë të vogël, një drenafile, unë është vogël edhe i thu urime pavarësinë. Prej aty të fillon tash me shkrim. Sa ai nëse ti fëmia është të shkollu, ti ki e marrë në banesë. Po ai i shënon gjitha, atje u konë Zvicër si qme më konë 1.000 franga ka pas ai mujt mi pagu për hare, pije, fjetje që ja pagu, që ja la nona teshat e ketë këto shpenzime. Ai u konë ma lirë me nejtë në shpit prindit se sa me dalë në tonë. Dhe kështu në këtë njëri ndihmohet fëmijës. Nuk i pavarur. Fëmija bot i fort, i fuqishëm. Nëse ti të fëmijën do me bot pavarur në këtë njërë, nëse ti donë, atëherë ti merri obligimet e tina, fëmija bëhet domon parazit. Ju lutëm si cilin sa ma shumë ta ngrit fëmijën, ta që me thonë t'ja lejon ai vetë mi kry punët. Se ne prindit i bon gabimin ma të modhin, ja fëmiju në të mflen hala, ose në të rren e ato. Dhe edhe një kërkesë e kam në telefonat, çdo kush atje, mu më ka nuzu, mësusit atje, unë fëmija ime ka pas vetëm një orë telefonin për me lujt ose me diçka. Një orë e ka pas, më janë 24 orëve, edhe u kone ndalu në ma fëmija ime se ka pas. Televizorët në përdhoma më s'tja bojnë, se fëmija shkatërohet, fëmija s'din ka shkoll. Për një kiks shumë të vogël, e humbe fëmijën. I lusë prindit të jenë ma shqyqil, edhe gjithmonë me bashkëpunu me mësusa. Bashkëpunimi duhet me qenë nivelin më të lartë, respektimi i nivelit arsimit, se arsimi është shumë mrapa në Kosovë. Kërkoj për institucionet të gjithas numër 1 të hinë arsimi. Ju falënderoj. Unë pata shumë kënaqësi, a unë i besed shumë që e shijova unë. Po është problem se këto i kam përjetu. Nuk që i kam mësu, i kam përjetu me lëkurë, me mendje, me trup dhe me gjitha. Të gjitha këto janë përjetime. Po sukur të kisha bashkë, kisha mujtë edhe shumë konë me bisedu edhe me orë të tona, po fati jo nuk konë ashtu, tash ju uroj këtë liri të akzojnë gjdo kush që e ka në Kosovë, ju lutëm punoni për Kosovën. Asë një njeri më stet, shka po mjep Kosova, po gjdo njeri që jemi në Kosovë, të gjithë duhet na të punojmë për Kosovë, deri në vdekje. Ju përshëndes, ju uroj gjithat mirat, pa mor pas ne jemi histori të jetës faqa më e madhe në Kosovë. Turoj më të mirat, respekte shumë faleminderit, kalosh mirë, shumë